Në fshatin Pikal të Grutës është bërë punimi i 3 pllakave përkujtimore në varrezat familjare të vllazërisë Huskaj i Vezaj. Në prani të bashkëvendasve të afërme të tyre, të shtunën me 25 gusht u bë ceremonia bekimit të kësaj pllake nga pater Mirash Marinaj. Ideator për pllakën përkujtimore ishte Roke Zefi i Vezaj, ku mbështet nga vllazëria i Vezaj në diaspor, ndërsa janë angazhuar për realizimin e këtij projekti prezent nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si shumë bashkëvendas të tjerë, edhe pse shumë vite të larguar për mërgim, nuk harruan të parët e tyre dhe luftën e tyre për të ruajtur trojet shqiptare. Fjalën e rastit e kishte Fran Leshi i Vezaj, i cili foli më gjërësisht për 3 pllakat përkujtimore për 3 djemt e Huskivanit, për ardhjen e vllazërisë Huskaj, luftën e tyre për mbrojtjen e trojeve të veta. Atë na po fillojmë me zbulimin e kësaj pllakë përkujtimore. Mirë atëherë përshëndes familjen, vllaznin, i falenderoj që më kanë ftuar sot me pa bekimin e këtij monumentit. Njem pak i kënaqur për arsye se unë kam gjakun projekton pasi Filebishja kanë bija, kësaj shtëpie Filebishja është gjyshja e eme. Këta po shoshin në paqë, në mshim e trashëgimia e tyne përparoft brez mas brezit. Në mentatit e të birit e të shpirtit shajt, amen. O Zotë Higjë Poshtetshëm, bekoj këtë monument, pranojmë parejnë gjithë ata që të kushtohet këtë monument, ma që të rashkrimnia tyne, jetojmë mrez bas brezit në mentatit e të birit e të shpirtit shajt, amen. E pjau Zotë pushimin e pasoson, e pjau Zotë pushimin e pasoson, e pjau Zotë pushimin e pasoson, pushoshin paqë, pushoshin paqë, pushoshin paqë. Atëherë faleminderit familjes. Të nderuar bashkëvendas, i nderuari meshtari pater Mirashi Marinaj, të nderuar të gjithë ju të pranishëm, zonja dhe zotëri. Sparit nga zemra ju përshëndes me përshëndetje vllazërore dhe me respektin më të madh ndaj jush, të ju thanë, mirë se keni ardhur Pikalin ton të dashtun. Kund nga ky fshat linden shumë burra që lanë gjurmë të pashlyeshme në historinë tonë kombëtare, i cili fshat numëron të dikur afër 50 shtëpi dhe jeta ishte ndoshta pak sa e vështirë, por me plot dashuri dhe respekt për njëri tjetrin dhe për çdo që vinte musafir apo kalonte nëpër ky fshat. Pra, në emrin e mbar vllaznisë son Huskaj, në emrin tim personal, unë Fran Leshi i Vezaj ju falenderojmë për ardhjen tuaj sot këtu pikërisht vorrezat e fshatit të bukur të Pikalës, ku sot për herë të parë mos një ëndrre që pritshim pa durim për të bërë këtë pllakë përkujtimore dhe së fundit edhe atë dëshirë e realizuame dhe sot jemi të bue këtu për t'i kujtuar, për të nderuar, për të lënë nderimin dhe respektin të parëve tonë me këtë pllakë përkujtimore. Po ashtu do bëhet edhe bankimi i pllakës përkujtimore të baballarëve vllaznisë son Huskaj i Vezaj, të cilën gjanë do e bëjnë famultari i ju dhe kush më mirë se pater Mirashi Sërnipi i kësaj shtëpie. Ideatori i kësaj pllakë përkujtimore ishte Rok Zefi i Vezaj, kur Roku na bashkoi gjithve dhe na shfaqi atë mendimin e tij, me të cilën gjanë u pajtua me të gjithë vllazëria jon Huskaj, që jetojmë në Amerikë, dhe të gjithë bashkut e ndërtuam këtë pllakë përkujtimore për merita dhe nderin e të parëve tonë, që në asnjë mënyrë mos t'i lejmë kurrë në harres. Po ashtu do flasim për pararësit tonë, të filluan nga burri Trimi luftari asaj kohe, për njerin e madh të vllaznisë son Husk Ivanin, nga i cili e morëm edhe emrin si vllazni Huskaj. Pra, na jemi basarësit e burrit të shtrenjtë Husk Ivanit, i cili ishte edhe stërnipi i djalit të madh të parit ton të Grudës, Vuksageles, pikërisht të Ivs Vuksanit, nga i cili e morëm emrin vllazëria jon e gjerë i Vezaj.
Unë sot do të përqendrohem vetëm nga vllaznia jonë e ngushtë Huskaj. Pra, tu e filluan nga i pari jonë Huskivani. Huskivani ishte një burr i njoftun i asaj kohe të gjithë trevave tona shqiptare. Ishte trim, luftari pa shoq dhe i mençur. Vllazëria e Huskajve nifeshin për trimni, urti, burrëri, burrat e pushkës dhe të fjalës, që gjithmonë luftuan armiqtë tonë shekullor, si turkun, po ashtu edhe serbo-malazezët, për t'i mbrojtur trojet e veta. Po ashtu ishin të njoftun për besën e lanë dhe mbeqin besnik asaj deri në vdekje. Po ashtu për mikpritje, bujari dhe humanizëm. Simas im Zot Simonit, argjipeshk në Kishën e Athinës në Greqi, ndër shënimet e tij dhe librin e tij në faqen 412 SS 0012, ku thoshte: shtëpia e derës së Huskajve të Grucë ishte derë shpatës, trimërisë, urtësisë, fjalës, besës dhe kanonit. Dhe kjo vllazëri nifej si një ndër vllazërit më të njoftuna që kishte Gruda dhe mbar malësia. Nga kjo vllazni duel në njerëz të mëlej, të e fillua që nga profesora, inxhiniera, mjek, avokat, doktor shkencët, piktor, aktor, regjisor të njoftun me titull aktori i popullit dhe sa të tjerë. Këto 3 pllaka përkujtimore simbolizojnë 3 djelmt e Husk Ivanit. Husk Ivani kishte pasur 3 djelë, Doken, Pecin dhe Niken. Për djalin e tret Nikën do e lejnë të flasë së fundit, se nga historia Nikës do zbuloj një gjanë të re para jush sot, se ndoshta pak apo as pak kush se kanë dëgjuar më parë. Nga kjo vllazni e ngushtë, Huskaj i Vezën lindën shumë burra të mëdhej që lanë gjurmë të pashlyeshme në historinë tonë kombëtare. Po ja fillojmë nga djali i madh i Husk Ivanit, Dok Husku. Doka pat vetëm një djalë i cili u quajti Nikash. Nikashi pashtu pat edhe ai një djalë i cili e kishte emrin Mark. Nga Marku lindi djali i cili u rrit dhe u bë i famshëm jo vetëm në Grut, por në krejt Malësi dhe Mazër me emrin Dash Marku. Dash Marku ishte një burr trim besnik i mençim, luftar i madh, ku me veprat e tij burrërore la gjurmë të pashlyeshme në historinë tonë kombëtare. Dash Marku pat 5 djelë: Kolen, Tomen, Gjeton, Marashin dhe Sokolin. Edhe këta të 5 djelët e Dash Markut rritën me frymen dhe me burrërin e që e trashëgonin nga baba i tyne Dash Marku. Po ashtu edhe këta u bën të famshëm dhe lanë veprat e pashlyeshme sikurse edhe baba i tyne Dash Marku. Nga 5 djelët e Dash Markut lanë basarësit e tyne Marash Dashi dhe Gjeto Dashi. Ata u rritën, krijuan familjet e veta dhe u shumuone, kurse Tom Dashi a mbasi një vrasje që i bani një serbo-malazez e burgosën dhe vdic në burg. Po ashtu edhe Kol Dashi vdic në burg, kurse djali i vogël i Dash Markut, Sokol Dashi a i pati një fat tjetër. Sokoli ishte një djalë shumë i ri, por ty ndjek gjurmë të babës dhe të vllazërve, edhe Sokoli ishte gati që çdo herë që vendit lypej t'i delej Zot, ishte gati për të mbrojt me jetën e tij, po edhe nëse duhej me vdekje. Sokol Dashi ra dëshmor pikërisht këtu, afër ku na jemi sot, ty e sulmua Karakullin, në të cilën ishin të vendosur 17 kordone turke në kryengritjen e Malësisë të vitit 1911 në moshën shumë të re. Kuptohet se ai nuk ishte i vetmi që ra dëshmor për të mos u harrua kurrë, por kishte edhe të tjerë nga vllaznia jon i Vezaj. Nga djali i dytë i Husk Ivanit, Pec Husku, lindën këta. Peci pa 2 djelë, Hasanin dhe Ujken. Nga Hasani lindën Mat Hasani dhe Zol Hasani. Edhe këta 2 djelët u ban 2 djelët e vllaut të dytë u rritën dhe u ban të famshëm, dhe njënin nga këta 2 vllazë me emrin Mat Hasani u rrit dhe u ban një ndër figurat më të spikatura të asaj kohe, ku edhe mori emrin jo ma vetëm Mat Hasani, por e thirrshin Mat Hasani i Grudës. Marrën nga libri historianit të mirë njohur profesor Gjon Frani i Vezaj, ku shkruhet se Mat Hasani i Grudës, burri i pamposhtur, luftoi gjithë jetën e tij për të mbrojtur trojet shqiptare. Ty luftuat që nga Shkodra, Kosovë, Plavë, Gusin, ku ra heroikisht në betejën e Plavës Gusinës në vitin 1887 kundër ushtrisë turke.
Mat Hasani Grudës, i cili ishte i herë edhe princi Grudës për një kohë të shkurt, mas internimit të bajraktarit të Grudës Smajl Martinit në Ali Bekir të Anadolit, ku ullheqi Grudën në një luft. Mat Hasani pa 2 djelm, Ujk Mantin dhe Perosh Mantin, ku ella ata të 2 gëzoshin një respekt nga e tërë Gruda. Kurse Zol Hasani, a i pat 5 djelë, cilët lanë veprat e pashlyeshme në historinë tonë. 5 djelët e Dashmarkut dhe 5 djelët e Zol Hasanit, aso kohë thonë se ishin edhe pesha e Grudës. Dhe këta ishin Tom Zoli, Lek Zoli dhe 3 të tjerë, me vjen keq që nuk javdi emnat. Ku njanin nga ata vllazër me emnin Tom u ba i famshim në krejt Malsin dhe në gjitha viset shqiptare. Tom Zoli tashti asaj nuk thirrej ma si vetëm Tom Zoli i Huskajve, por edhe ata fillon të thirrshin Tom Zoli i Grudës. Tom Zoli ishte një pimat Hasanit, një burr i urtë, trim, besnik, fisnik, dhe po ashtu i besës dhe i fjales dhe shumë mirë njohës. Tom Zoli i Grudës u ba edhe ma i famshëm se çka ishte kur një kohë ishte një hasmeri, kogja e madhe në Malsin tonë, ku me nisjen e franciskanëve të asaj kohe Juzevitet morën aksionin për të pajtuar gjaqet. Po edhe u munduan në both, por pa asnjë sukses. Dikur nin nga krejnët e Malsisë bashkut me mbështarët Juzevit në një tubim që kishin krejnët e Malsisë, morën vendimin se do ishte mirë të shkojmë tek një shtëpi që e nderon dhe e njeh krejt Malsia për si vllazni të fortë, si shtëpi e fortë që kanë lënë prova brez pas brenzit si për trimëri, urti, bes dhe burrni, dhe vendosën se t'ja mësojnë burrit të Grudës Tom Zolit, aty ku ishte edhe gjaku ma i madh i derdhur. Dhe ata thoshin, nëse Tom Zoli do falin gjakun e vllazërve, kush nuk do të bajnë pajtimin mas asaj gjanë. Tom Zolit i quhen në fjalë krejnët e Malsisë se do të bohen te kisha e Grudës e krejt Malsia të diell dhe do presin përgjigjen tënde. Tom Zoli me vllazni e kishte mendua atë gjanë dhe gjatë dhe kishte ramun dakord për ta ndaluar vllavrasjen mes vllazërve shqiptarë, dhe të cilën dhe të diellën te kisha e Grudës, Tom Zoli i Grudës bani i gjest, human dhe fisnik, ku krerëve të Malsisë bashkut me Juzevitet ju fali gjakun e 2 vllazërve dhe ushtrin dora e pajtimit dhe filloi pajtimi i gjaqeve në krejt Malsi për herë të parë para 118 viteve. Filmas asaj gjanë të shenjtë dhe fisnike që bani burri i Grudës, Tom Zoli i Grudës, u pajtuan e ma shumë se përmbi 70 e sa gjaqe dhe nga tresa. Dhe ashtu Tom Zoli u rrit edhe ma i famshëm se ishte ma parë ku nga jo kohë dhe deri në vdekjen e Tom Zolit, në Malsin tonë nuk është bamun pajtim gjaqe shpa marrë pjesë edhe Tom Zoli i Grudës, apo edhe mas vdekjes se Tom Zolit pa ju përmend vepra e Tom Zolit të Grudës. Tom Zoli jo vetëm me aq, por ai ishte si udhëheci luftari vullnetar të rëndës suks në kryengritjen e Malsisë të vitit 1911, ku së bashkut me kushrinin e tij Marashdashin dhe në një rast edhe me Xhetodashin, ishin udhëhec të luftarëve të asaj kohe ku Tom Zoli edhe u plagos në kryengritjen e Malsisë të vitit 1911 në deqisin legjendar. Po ashtu e gjejmë edhe si pjesëtar të komitetit të memorandumit të Greqës me leth dhe 13 qershor të vitit 1911 së bashkut me vllahun e tij Lek Zolin. Po ashtu edhe nga 5 djelët e Zol Hasanit lanë basarës vetëm Tom Zoli dhe Lek Zoli, kurse nga djali tjetër i Ujk Pecit ishin këta, Martin Ujka dhe Zef Ujka. Nga Zef Ujka dole Nikol Zefi, i cili pat 3 djelë, Doda, Toma e Gjoka. Dhe njanin nga këta vllazër burri i madh me famë që njofti krejt Malsia, po ashtu Shqipëria dhe një pjesë e Kosovës, pra ishte major Dot Nikol Zefi i Grudës, një burr trim adletari pa shoq ku nderoi krejt Malsia. Dhe po ashtu shqiptarizmi asaj kohe, major Dot Nikola i Veza ishte armik i përbjetuar i komunizmit. Dhe i tanë atyne që doshin ta pushtojnë tokat shqiptare. Për vepra dhe jetën e Dot Nikols flitet shumë dhe mas miri tregon libri Beslidhja e Malsisë Madhe, i cila është e shkruar pikërisht nga probatini i tij, apo më mirë të themin nga Mul Bajraktari i Hotit.
Po nga jo familje nuk mbeten vetëm me major Dod Nikolën, por nga padrejtësia e asaj kohe që ju bën asaj familje të 3 vllazërve i vezaj Dod, Tom dhe Gjok Nikolës, në atë kohë u detyruan që të ndrojnë mbi emnin nga vllaznia i vezaj dhe morën emnin nga stërgjyshi i tyne Ujk Peci dhe u bane Ujkaj. Por fill mas Dodet u rrit djali i madh i Dod Nikolës, Zevdoda. Zevdoda ishte një djalosh i pashëm me një vizion të pashoq. Shkoi dhe u shkollua dhe u bën piktor, skenograf, regjisor i famshëm i teatrit Aleksandër Mojzeu të Durrësit. Zevdoda ishte një student i spikatur që edhe sot mbahet mend nga komisioni i asaj dite kur mbrojti diplomën me titull Nusja Kosovare. Dhe mas sa kohëve u bën aq i famshëm sa që edhe mori sa mirënjohje dhe mban titullin artist i merituar si dhe qytetar nderi i Durrësit. Zevdoda së bashkut me bashkëshortën e tij, aktoren e mirënjohur të Shqipërisë, Filika Dimo Ujkaj, ishin të shkuar drejt rrugës si 2 aktorë të njoftun të Shqipërisë, por pa drejtësi që u bane nga regjimi asaj kohe, dënohet rënd me përjashtim nga teatri Aleksandër Mojzeu i Durrësit në vitin 1975. Zevdoda mas asaj gjë u shpërtgull në Tiranë dhe filloi jetën përsëri si regjisor, skenograf dhe piktor, dhe dita ditës emri i Zevdodës bëhej edhe më i famshëm në krejt Shqipëri. Zevdoda pat fatin e keq dhe vdiq me 18 januar të vitit 1990 në moshën e re 54 vjeçare. Por për meritat e tij që emri Zevdodës mos të harrohej kurrë, më shkatrimin të Partisë Komuniste i lan emrin një rrugë në Durrës ku thirret rruga Zef Ujkaj. Kurse nga djali tjetër i Ujk Pecit, Martin Ujka, duel në kjo familje. Bisha Gjoni dhe Pretash Gjoni. Dhe një ndër ta ishte edhe burri i famshëm dhe shumë i nderuar në krejt malësinë tonë, vajtori i maleve tona, Tom Bishi i Vezaj. Pra nga kjo vllazni delin gjithmonë burra të ndershëm, të mençur, Trima Besnik Fisnik që njofti dhe nderoj krejt malësia, ku një ndër ta ishin në kohën e fundit edhe këta burra. Zef Marashdashi, Leshujk Mati, dhe po kush nuk ishte ndëgjua për mikpritën burrnin Fisnikrin e burrit ton të madh Nikolek Zolit, i cili gëzonte një respekt nga e gjithë anet e tokave shqiptare. Dhe së fundit kemi edhe një burr, edhe pse nga trupi nuk është i madh, por me vepra shumë i madh, e ai është pronari i muzeut të parë në Malësi, muzeut etnografik, i cili shtëpinë e tij të vetme e ktheu në muze. Pra flasim për Shtjefen Tomën i Vezaj, ku në muzeun e Shtjefen Tomës ka pasën nderin të vizitojnë. Të filluat që nga president shteti, kryeministër, ministra, profesora dhe shoqata të ndryshme nga 4 anë të Evropës, dhe ma gjërë, kanë vizituar muzeun e Shtjefen Tomës. Shtjefen Toma pashtu ka marrë sa mirënjohje dhe dekorata nga shteti am Shqipëria dhe Kosova. Dikur na përmençim vetëm për burrat të gishtit, të pushkës dhe trima për urti, kurse sot kemi njerëz edhe të penës që na bajnë krenar dhe gëzojnë respektin nga gjithë universitetet e Amerikës, sikur është edhe profesor doktor Valentina i Vezaj, ku doktor Valentina i Vezaj ushtron detyrën si profesor psikiatër dhe psikologe në Yale Universitet. Yale Universiteti është një ndër universitetet më prestigjioze në Amerikë dhe në krejt botën mbar. Pra këta ishin disa nga më të shumtit me merita dhe më të dashurit tonë, por nga merita që kishin nuk mundemi të mos i përmendim për veprat e tyne që na bajnë të jemi krenar dhe mirënjohës ndaj tyne. Për me dasht, për ti përmend të gjithë emën për emën personat e vllaznisë Huskaj do duhej shumë dhe shumë kohë. Dhe për atë arsye vendosim se ti përmesim vetëm ata të cilët kanë merita mas shumtit. Se edhe kaq sa kemi zgjatur, ndoshta ka kënë shumë, por këtyre që i përmendme nuk kishim
asë se si se t'i lajmë pa mos t'i përmendur. Sikur ju pa ta thënë filles se do folim për mbi jetën e djalit të tretë të Huskivanit Nikës. Ja edhe historia e tij e llimshme, por si gjithherë që këta burra kanë ditë me jetua me nder dhe për nder, ku gjithmonë në këtë vllazni është gjetur trimëria, burrnia, urtësia, besa me e forca e gurit dhe mikpritja. Para se të fillojmë historinë e Nik Huskut, dua t'ju kërkoj ndjes se ndoshta pak do zgjas me këtë tregim të ju tregua jetën dhe ngjarjen e Nik Huskut, por e shoh të arsyeshme se të them gjërat ashtu si kanë ndodhur aso kohë. Pra, Nik Husku, kur ishte i ri, ishte një djalë i pashëm, sokol mali, trim dhe guximtar i madh. I aso kohë thonë që e doshin gjithë katër anët e maleve. Nik Huskut i kishte kërkua Probatini, një shok djalë qirit, dhe kishin pim gjakun e njëri tjetrit, dhe që aso ditet ata e thirrshin njëri tjetrin vëlla. Mos disa viteve, Nik Huskut ja vret dikush Probatinin. Nana e tij ajo priste se nga dikush të afërmit të djalit të saj do merrte gjakun e atij djalit. Koha kaloi dhe ditët ikshin. Nana e atij djalit ishte lodhur shumë, mas që nuk doli dikush nga vllaznia e djalit të saj t'ja merrte gjakun, ajo vendosi të shkojë te Probatini i djalit të saj Nik Husku. Dhe aty filloi t'i thoshte që mbeti gjaku i djalit tem pa ju marrë. Dhe shpesh thoshte, si kurse djali jem të kishte pasur një vëlla, gjaku i tij nuk do kishte mbetur pa ju marrë. Ku ajo fjalë e asaj nane vrajti shumë Nik Huskun dhe ju drejtua nanës së Probatinit me këto fjalë. Loke, gjaku i djalit tënd nuk do mbes pa ju marrë, se edhe nëse ai s'ka patur vëlla nga nana, kemi pim gjakun e njëri tjetri dhe ai ka ken edhe vllau jem dhe ta jap besën e Zotit që shpejt doja marrë gjakun, ja do shkoj edhe vetë te ai. Dhe ashtu ndolli. Mos pak kohë Nik Husku i kishte qua fjalë vrastorit që sot e mrapa jene gjakun tim se ma ke vra Probatin me të cilin kishin pimu gjakun e njani tjetër dhe ishin ban vllazër. Nuk shkoj shumë kohë dhe Nik Husku e mori gjakun e Probatinit dhe kjo ngjarje ndolli diku para 280 viteve më parë. Tashti Nik Husku si kur ishte edhe zakoni asaj kohe, se sa do trim dhe guximtar të jesh, duhej për të mbyllur apo për të larguar nga shtëpia, për të lënë respektin familje se atyne që ju kishin vra dikush nga i mashkull. Ashtu edhe Nik Husku veproi për të mos shifjet asajt, për disa kohë mori rrugën e tepërpjetës, ashtu e threshin aso kohet për drejt Kosovet. Dhe zuri vend në afërsitë të Pejes. Ditët kalojshin, po ashtu edhe vitet, dhe Nik Husku u martua, dhe krijoi familjen, dhe u shumuan familja e tij. Një natë të madhe të Krishtlindjes, sipas traditës tonë fetare si krishter, ishte nata e Krishtlindjes, dhe gjithë besimtarët bashin gati për me shkua me pa meshën e mjesnatës. Për fatin e keq të tij, Nik Husku pak sa u vonua me shkua në mesh dhe u nis për gut për ta zënë meshën. Nik aty shkua për në kish, a ju takua me besimtarët të tjerë të atij fshatit ka ata ktheheshin në shtëpi. Nik Husku i shikjoi si me çudi dhe ju tha, po ju a jeni të, a ju kanë lënë mend të kres, po si e gjithë bota e krishterë katolike sonte shkon në kish dhe ju po kthehin në shtëpi, për pa e pamun meshën. Ata ju drejtuan Nikës me këto fjalë. Besa na ka dalë në prit 3 ushtar me një toger turk dhe nuk lajnë kon të gjallë me shkua në kish sonte. Niks i erdhi keq, se natën e Krishtlindjes mos për mujnë me shkua në kish, me pa meshën e Krishtlindjes, dhe u zemrë shumë. Nika ju tha, vllazër, e ani mas mehet se sonte do shkojmë në kish, ja të gjallë, ja të vdekur. Dhe ashtu edhe ndolli, kur shkuan në taj vend, se ishte roja turke, aty ne ju dolen para dhe ju thanë, po a ju këthueme i herë mbrapat dhe ju treguame se nëse vazhdoni kështu, do na detyroni që t'ju vristim. Fjala fjalës dhe Nik Husku ju tha, vllazër, juve po ja hapi rrugën vetë, shkoni me pa meshën shenjte dhe lutuni edhe për mua. Dhe ja u ktheu pushkën aty në ushtarëve turk dhe i vrau 74. Dhe Nik Husku përsëri ju deshti të lëshoj atë vend dhe të filloj jetën diku tjetër. Ata e lypshin ushtria turke në 4 anet e atij vendit. Nik Husku mas disa kohëve ra në Bela, edhe me do Sërbo Malazez dhe vrajti një të partë e atij vendit.
Nika kishte ramun në hall se një anë e kërkoshin ushtria turke, dhe në anën tjetër ushtria sërbe, dhe Nik Huskut u detyrua që të lëshoj edhe atë vend përsëri dhe të shkoj në një jetë tjetër, në një vend tjetër, po ashtu me një emën tjetër. Për të shpëtuar jetën e tij dhe të familjes, u detyrua që të ndroj emnin dhe të marrë fen islame, që mos t'i bien as një në palë në fije. Dhe ashtu edhe ndolli, dhe që sot asaj dite në basarësit e Nik Huskut kanë bajtun emnin e vllazni son Huskaj me krenari dhe amanetin e të parit e tyne që të mbajnë atë emën. Pra, sot në afërsitë e Pejes gjendet fshati i bukur Ljubeniq, ku janë vllaznia Huskaj me shumicë të madhe, ku nga kjo vllazni kanë lënë shumë burra intelektual me profesione të ndryshme, si avokat, mjek, profesorët e tjerë. Dhe në veçanti në luftën e fundit, kanë betë shumë dëshmor nga kjo vllazni Huskaj, në të cilën vend pikërisht kom qenë edhe vetë dhe kom ban homazh e qua një kulor tek varrezat e dëshmorëve të vllazërisë Huskaj. Këtë gjan e kemi zbuluar afërsisht para 20 viteve vetë me kolonel Astrit Huskaj, ku Astrit i gëzon një respekt të madh nga gjithë vllazëria dhe nga mbar Kosova për punën dhe jetën e tij që ja kushtoi për çlirimin e Kosovës në luftën e pabarabartë me armikun tonë shekullor nga regjimi serb i Miloševićit, ku Astriti ishte kolonel ushtrisë qërimtare të Kosovës. Dhe sot këtu ndihem shumë i emocionuar dhe i lumtur se mas afër 3 shekujve i gjetëm dhe i bashkuam me rrënjët përsëri në vllazëria jon Huskaj me Huskaj të Ljubenicit, që po ashtu edhe ata e kishin të njëjtin amanet që kur mos ta harrojnë se janë paraardhësit e tyre nga Malësia dhe pikërisht nga vllazëria Huskaj që jemi ne. Pra, kanë pas thënë, mali me mal nuk mund të përpjeket, por gjaku me gjak, kur nuk rrit tretun, dhe edhe nëse tretet, për sa kohë, apo shekuj përsëri do takohet dhe gjaku e gjen gjakun e vetë, si kur ndolli edhe në këtë rast tek vllaznia jon Huskaj. Ja, pra, kjo ishte historia pak a shumë, historia e Huskivanit dhe 3 djelëve të tij para rasëve tonë të tjerë. Edhe herë nga zemra ju falenderoj dhe jam mirënjohës që u bën pjesëmarrës të kësaj ditë dhe na nderuat dhe na zbukuruat këtë ditë. Falenderojmë kushërit tanë, cilët erdhen nga shteti am, nga Italia, një shumicë e madhe prej tyre. Po ashtu falenderojmë edhe pronaren e TV Bojën Sandër Bojaj dhe mbar stafin e saj. Falenderojmë edhe kameramenin Mark Ujkaj dhe të gjithë të tjerë. Falenderim shumë për gjithë ju që i ketë këtu. Falenderojmë mbështarin, Zoti rrit pushtetin dhe mbajt me shëndet. Kurse ju tjerëve gjithëve, Zoti ju ruajt, juve dhe familjet tuaja, Zoti ju bekoft dhe kjo shi faqebardh. Gjithëherë u takoshim për të mirë. Tash para se të shpërndahemi, kemi edhe nga një kaktel aty ku të delni u lutem merrni kanepie. Faleminderit shumë, Zoti ju bekoft. Qofshi faqebardh, Zoti ruajt juve që të kjetë këtu dhe mbar popullin shqiptar kudo që janë në përbot. Me nderim dhe respekt, Fran Leshi, Vezaj dhe vllazëri